diskutojmë për tenisin si sport, për tenisin si hobi. Ndonjëherë nga një hobi mund të kaloj në profesion, mund të kaloj në një diçka të cilën ne do të azotrojmë edhe do të bëjmë profesion të së ardhmes. Si ka qenë për Jeton Hajdarin, do të kuptojmë në vazhdim. Trajner, mirë se erdhe. Faleminderit shumë për prezentimin. Unë përveç që jam trajner, jam edhe i shkolluar në Fakultetin e Edukimit Fizik dhe Sportit, e kom përfundu bacheloren 4 vite, po ashtu edhe masterin jam tash në shtator tetor do e mbroj masterin, por po ashtu edhe kom diplomu në Akademi Olimpike. Jam modest, nuk dua ta ceki notën, mirë po është notë shumë e lartë, në anë shëdheqe, edhe jam shumë i kënaqur. Aty e kam një qasje, edhe jam mirënjohës dhe falenderus shumë. Duket që ky profesion, ju keni qenë të drejtuar qysh në fillim, jo si hobi, por tamam e keni parë si profesion, apo jo, me qenë se keni vazhduar studimet. Unë nga mosha 7 vjeç mirë me tenis, krejt në Kosovë më njohin, i kam realizu synimet e mia që kam dashur deri më tani. Nga mosha 7 vjeç jam profesionist i kësaj lamie, nuk e kam vetëm hobi, e kam profesion parsor. Edhe pse kom përfundu shkencat kompjuterike, kom ba pak jam pishman. Pse pishman? Po, për arsye se jam ngarku shumë me informata edhe nuk, edhe kështu që edhe pak sa i ngarkuar. Nuk duhet ta ndroj temën, kërkoj ndjes. Jo, pa tjetër do t'jetë një bisedë e lirë, që pa tjetër do t'ju... Në kom diplomu, do më dhënë bacheloren, 3 vite. Mirë po tash krejt e gërshetoj në Fakultetin e Edukimit Fizik, në prezentimet, jam edhe pjesëmarrës në shumë konferenca shkencore, në konferencën e 4 shkencore, po ashtu edhe në konferencën e 5 shkencore, vetëm si musafir. Në konferencën e 4 shkencore jam me një punim që është biomechanical tennis serve, edhe do të flasim ju në vijim. Pa tjetër, do të diskutojmë të gjitha me rend në vazhdim. Qysh nga mosha 7 vjeçare, pse tenisi? Atëherë, ka qenë tenisi, sepse zakonisht i shojnë fëmijët e vegjël, më shumë e dashurojnë futbollin, është gjithmonë ai sporti, futbolli, por rralli shojmë të pozicionuar qysh në familjet e hershme me sporte të tjera, ndoshta volejboll, tenis, basketboll. Pse, çka të bërit përshtypje tek tenisi? Zonja Gjeneta, për shtypjet, si të themi, dua të shkurt të përgjigjem, unë personalisht e kam dasht këtë lami të sportit. Jam që nga para lufta edhe dua të tregoj realitetin që kemi nevojë për rregullim të infrastrukturës, rregullim të po ashtu sepse pauzojmë në kohët e shirave dhe të acarve. Dhe po ashtu kemi nevojë edhe për ngritje të cilësisë të kategorive të reja. Unë jam 22 vjeçar, tani do të bëhem edhe në dash zotit vitet në vijem në gusht, 23 vite, edhe do të kem privilegjin dhe kënaqësinë ta mbroj edhe temën e masterit në Fakultetin e Edukimit Fizik dhe Sportit. Kështu që jemi në një fazë të pushimit, unë jam duke punu në drejtim, që atë të bachelorit ta bëj me ëndje, me elan, edhe të jem shumë i kujdesshëm se çfarë shkruaj, çka lexoj këta. Unë datoj edhe nga para lufta, njoh shumë personalitete të huaja që kam qenë trajner profesional, kështu që jam shumë i kënaqur me veten time, kështu që në vendin tim ende kam nevojë, domethënë, të jap kontributin për gjeneratat e reja. Patjetër. Përmende një fakt shumë të rëndësishëm, infrastruktura. Gjithmonë nuk janë ankesat kur bëhet fjalë për sportin, edhe në sportet e tjera, mungesa e infrastrukturës. Edhe në sportin e tenisit, çka na mungon? Sipas jush, për të përgatitur qoftë për gara vendore, qoftë për gara ndërkombëtare. Çka na pengon? Janë fushat jo cilësore, janë fushat të cilat do duhet të bëshin edhe të brendshme në mënyrë që të arrijë të bëj trajnime edhe në kohë me shi, edhe në kohë dimrit me borë, pra kur nuk është e mundur të dilet jashtë. Çka na mungon realisht? Mungon realisht infrastruktura e mbyllur. Me pak fjalë duhet ta ceki, për arsye se në kohën e tetorit, nëntorit ne jemi në pauzë. Unë personalisht merrem aktiv me shumë sporte të tjera, vetëm ta mbaj gjendjen e mirë fizike. Vuaj në atë kuptimin, domethënë mirë po ato janë investimet mëdha në realitet,
sikur se ky investim që është këtu duhet të bëhet edhe në sferën e tenisit. Patjetër, pra na mungojnë fushat të tilla të mbrëmshme, ku ne mund ta ushtrojmë këtë sport edhe në... Po, jo ne, po duhet në atë kuptimin profesionistët trajner të cilësuar, po ashtu edhe grup mosha e re të filloj nga mosha 7 vjeqe, 6-7 vjeqe dhe të vazhdojnë në mënyrë sistematike, në mënyrë rutinore, gjithë ditë të mos ketë pauza. Ju jeni edhe trajner dhe do doja të flisnim edhe për këtë rolin tuaj. Unë Zonja Gjeneta ku e kom pas privilegjin të specializoj në Komitetin Olimpik. Jam shumë falenderus prej menaxhmentit, prej dekanatit, dekanit Florian Mithari, edhe më ka deleguar, kam pas shumë suksese në studime, edhe aty e kam përmbyll shkollimin, specializim në Komitetin Olimpik për fushën e sportit tenisit, kështu që mu më ka përmbush një prej sfidave të mija, kam moqmësi i ri, edhe jam shumë i kënaqur, edhe mirë po ende duhet të japim kontributin tonë në gjeneratat e reja. Patjetër. Tani, si ishin e gjeneratat e reja? Janë të interesuara për këtë sport? Sa i nevojitet një sportistit të ri për ta përvecuar mirë tenisin? Sa orë brenda ditës ose javës ta praktikoj tenisin në mënyrë që të bëhet një profesionist i mirë? Po, Zonja Gjeneta, mosha është nga mosha 5 vjeqe fillojnë, duhet jetë kujdesi i prindërve. Ajo Zoja bisedoj diçka për trekantshin me ju, trekantshin prind fëmijë. Ka shumë të rinj që domethënë e kanë, disi e kanë qatë disleksin, mirë po ne si trener profesional nuk duhet të jemi aq të prekupuar në drejtim, pra ashtu se është trekantshi prind nxënës dhe trajner. Kështu që duhet të punojmë në mënyrë shumë profesionale edhe të jemi shumë të kujdesshëm se si e pcekët një fjalë bullizim, ashtu isha në korridor edhe ndëgjova. Ka shumë raste që fëmijët mes tyre bullizohen njëri me tjetrin. Unë kom pas raste për shembull që kanë ardhur në teren tenisit, ka bisedu për pak ta, domethënë ta mos të i përbolizojnë ndonjëse, mirë po ka folë më shumë për Spider, për Betmena. Mirë po unë e ku marrë shumë qetë edhe ku bisedu me prind, edhe ka pas raste që edhe ka qenë i ngarkuar në familje, nuk ka qenë i aftë për stërvitje. Kështu që në mënyrën shumë qetë, ku bisedu me prind, edhe ndoshta ndo raste e ku me relativizu në mënyrë shumë pozitive, sepse tenisi është sport i bardhë, nuk është sport i dhunës, kështu që duhet me qenë shumë pozitiv edhe me qenë shumë trejneri, unë personalisht i kujdesshëm edhe me shkollimin tim, domethënë të si të themi në Fakultetin e Edukimit Fizik, që me qenë sa ma produktiv edhe si prind, vetë jam prind, e kom një djalë i cili do t'i bëj 3 vite, në amën të domethënë ashtu me shëndet, kështu që une e përfundova këtë këndjesë. Tani, kur jemi tek trajnimi, sa orë brenda ditës duhet të praktikojmë tenisin në mënyrë që ta përvetsojmë sa më mirë? Për shembull, një fëmijë ose një i ri që dëshiron të mirret me tenis, sa orë ose brenda ditës ose javës duhet ta praktikoj tenisin që ta përvetsoj, ta mësoj sa më mirë? Unë i kom sjell disa topa, për shembull me këtë topa janë të rritur, mirë po ende zhvillojnë edhe fëmijët moshën 11 vjeçë, 12, stërvisin edhe me këta domethënë topa. Dje patëm një aktivitet në Tokë Bashkë, pikërisht për zhvillimin e tenisit tek gjeneratat e reja. Unë ende kam çka me dhanë si trajner profesional. Këto shkollimi që i ceka janë pjesë e realitetit, mirë po une jam detyrën parsore e kam që të mirëm vetëm me tenis edhe me gjithë ata të cilët janë profesionista për zhvillimin e tenisit të Kosovës. Tani, në bazë të përvojës tuaj, kur ky sport sa kërkon disiplinë, sa kërkon që t'jeni i vëmendshëm, të i përkushtosh këtij sporti? Zonja Gjeneta, këtu është një domethënë the power of you. Unë e njoh gjuhën angleze, mirë po mundohem që të jem principiell edhe të flas në gjuhën shqipe në mënyrë të rrjedhshme.
duhet praktikohet mënyrën sa më pozitive të këtë rinjt, domethënë me lojna rekreative, sepse të futesh me njëherë në profesionalizëm tek fëmijët, ata nuk e përballojnë, është shumë sport, nuk është sport i lehtë, ju pesheni edhe në arenën ndërkombëtare se sa lëndimet janë brenda stërvitjeve, domethënë fazën para përgatitore dhe pas përgatitore. Unë vetë personalisht jam lëndu me shumë vite që mirem në shumë turneje, kështu që ende sot e kësaj dite domethënë psoj disa zgjatje, edhe pse jam moshën shumë domethënë atë kuptimin me korpulencë. Tenisi është sport, nuk është sport i lehtë, mirë po ai fëmijë që e dëshiron është fleksibil, edhe e ka motivin edhe dëshirën për me qenë në terren tenisit, ai ka shumë mundësi me përparu, edhe plus përkrajen e familjes nëse ka ai përparon. Është sport që nevojitet pak kushte materiale që t'i kenë familja për me udhëtune, për turnira, sepse wild cardi, domethënë kur shkon jashtë, duhesh me pas domethënë aksesin, ajo është në International Tennis Federation dhe në domethënë European Tennis Federation. Edhe unë personalisht për me marrë pjesën në një turner 22 vite, 23 që është veteran që pak i kum ndërprej shkakut që të pushoj paksa, detyrohem që me pas wildcardin, ai wildcardi është që me pas pikët e arritura në arenën ndërkombëtare. Nuk ka të bëjë me këtu në Kosovë, por duhesh me pas pikë në Shqipëri, Maqedoni, në Kroaci, edhe ka shumë konkurencë të atashme. Unë personalisht ju mdesh edhe me kampionat Maqedonisë, edhe nuk qenë shumë i dobët në krahasim domethënë me ta. Mirë po kanë fitu, mirë po nuk kanë fitu letë. Po ashtu edhe me shumë të tjerët në rajon, më si ceke domethënë mënyrë detaje. Mirë po unë i këty botës akademike, sportive. Kështu e sheni të ardhmën, ë? Unë e shoh të ardhmën me dhanë gjithë potencialin tim, pa hezitim, edhe mos me kursy vetën, unë kushtet e mira i kam në familje dhe dëshiroj me endje që me përparu këtë sport, që ëndra e të rive të këtyre gjeneratave të reja të realizojnë arenën ndërkombëtare. Pa tjetër. Vazhdojnë pra edhe ta praktikosh sportin edhe sot? Mirë po, duhet me qenë moshën 14 vjeçare, 16, për me fitu donator. Për shembull, për me qenë, kjo ajo është e Nadalit, për me mri në Akademinë e Nadalit, duhet shumë e kalu kohë. Ti mundesh me ble këta. Mundesh me ble gjithmonë në përshqitore, në përasi. Mirë po, tashti me sponsorizu Nadali, ose akademia e ti, ose Hedit, kjo është që e kum ble vetë, adhen personalisht. Të rinjtë duhet me zanë hapin në moshën 14 vjeçare për mu liru paksa, edhe është një lloj kontrate, në mënyrë shumë profesionale, kontratë mes prindit edhe ati financuesit. I realizove 18 vite, askush nuk brengosët për ty, vetëm duhesh të brengosësh vetë. Kështu që ambicia ime është që në moshën të fillojnë moshën 7 vjeçare, 8 dhe po punojmë domethënë me ekip, me profesionista, duke përfshi edhe të federatës së tenisit, duke marrë edhe shumë këshilla prej profesorëve të denjë që i kemi në Fakultetin e Edukimit Fizik që më motivojnë, Toni mos u shkoput, unë emrin e kam jeton, Toni më thirrën në Shkurt. Kum pas privilegjin me taku edhe Tonin prej judos, personalisht me qenë përmes Komitetit Olimpik, edhe kum mësu anën psikologjike, anën e fortë, si duhet me qenë i disiplinuar. Unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë që ishe me ne në studio dhe të uroj shumë suksese edhe në të ardhmen. Faleminderit shumë, edhe ju dëshiroj edhe juve suksese. Ky sport nuk zhvillohet lehtë, duhet edhe pjesë nuk mbaret krejt prej meje. Është e mirat mirës edhe të jenë, si të thejme, gjithë vendit edhe gradualisht jam shumë që me dhane pres me endje në lojrat mesatare 2030, që do të ketë investime në gjitha sportet, mirë, po personalisht për tenis ndoshta do të këndelen kushtet tona. Faleminderit shumë
edhe ju uroj suksese. Faleminderit shumë. Ndërruar shikues, kemi mbritur në fund të emisionit Rreth Rrotull për ditën e sotme. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj dhe mirëmbëjtje. Ky emision mundësohet nga Ujë Rrugove. Ujë Rrugove e pifshi për shnep.